وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Falëndrimi dhe lavdrimi takon vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet ja dërgojmë zotërisë së pejgamberëve, më dashurit tonë gulës pejgamberike, Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes tij fisnike, shokëve të tij besnik, dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekin dhe e pasojnë sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Falëndrim të kanë Allahu subhanahu wa taala i cili na ka mundsuar me aplik këtë ditë dhe me na bashkue së bashku në këtë vend, lutim Allahu me na bashkue në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashku këtu. Të nderuar vëllezër, sot mbushet një javë. Sot bëhet një javë që musafiri më i dashur i Allahu subhanahu wa taala vetë na ka lënë neve dhe është largu prej neve. Sot mbushet një javë që kemi dalë prej muajit shejt, muajit bekuar, muajit të faljes, muajit të Ramazanit. Ramazani iku, Ramazani shkoj. Por pyetja nuk është se Ramazani shkoj, sepse Allahu subhanahu wa taala ka bërë që Ramazani me qenë çdo vit, edhe me ardhur çdo vit deri në ditën kur Allahu do t'i japë fuqi kësaj bote. Pyetja më e madhe është se Ramazani ka shkuar, ai do të vjen prapë, por se ne ku kemi mbetur. Ose në Ramazanin ne ku kemi shkuar. Ose në Ramazanin çfarë kemi arritur ne. Nëse ndalmi dhe i shikojnë safat e xhamive, ndoshta gjatë namazeve të taravihve, në Ramazan kena pas shok edhe familjar që të cilët i na ardhën bashkë me një saf dhe na falën bashkë me një saf. Por me njëherë mas Ramazanit e sheh që të njëjtit njerëz ndoshta nuk i kije në safat e xhamit. Ata të cilët ishin duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala në Ramazan, ndoshta më nuk i kije në safat e njëjtë për me adhuru prapë Allahun edhe mas Ramazanit. A thua Allah se ndoshta i na ngopën me muajin e Ramazanit, a thua i na ngopën, ai na kon që ata të cilët e kena kërkuar xhenetin në natën e Kadrit, ai nikon për atyre që kemi kërkuar falje gjatë gjithë kohës në Ramazan, edhe i na mjaftuar me të, thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, "Fastaqim kama umirt." Edhe ti përqendro, edhe ti bënu i qëndrueshëm, edhe bënu i palohatshëm në rrugën e Allahut subhanahu wa taala ashtu siç e urdhëruar. Kur thot Allahu subhanahu wa taala kama umirt, ashtu se siç e urdhëruar ti është fjala i na urdhëruar për na adhuru Allahu subhanahu wa taala. Jemi urdhëruar për me pasu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka zbritën ky ajet pa pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mos vorri mjekrën surja Hud. Ka pas prej 114 surave të Kur'anit, ka pas sure që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i kanë dhënë mundim të madh. Edhe për mundit të madh, disa pejkineve të mjekrës tina edhe ju kanë zbardhur. Për tyre sureve është edhe surja Hud. Pse? Sepse kur i thot Allahu subhanahu wa taala "Fastaqim kama umirt", edhe ti bënu i qëndrueshëm, qëndro në rrugën e Allahut subhanahu ashtu siç e urdhëruar, kjo pak sa është e vështirë. Të bëhet në rrugën e Allahut subhanahu wa taala i qëndrueshëm, e sidomos në kohën ku çdo ditë më shumë vazhdojnë me ushtrue fitnë të ndryshme tek njerëzit e besimtarëve sot, për më koni qëndruar i palohatshëm është mjaft e rëndë. Prandaj, sepse istikami, qëndrueshmëria, vazhdimësia është gjëja më e vështirë për nefsin, për me ndalë ti epshet e tua, për me ndalë ti dëshirat e tua tota, edhe me bëj qëndrueshëm në këtë fenë Allah subhanahu wa taala, në sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nuk është edhe e lehtë për nefsin tonë. Andaj, është e lehtë të jesh i mirë për 30 ditë, është e lehtë të jesh adhuruesi Allahu subhanahu wa taala për një muaj, por se është madhështore, edhe është mjaft e madhe dhe ka vlerë të madhe që ti të jesh rob i Allahut subhanahu wa taala gjatë gjithë jetës tonë. As të ka dhënë Allahu ymër tyje, aq gjithë këtë ymër më ia kushtuar vetëm Allahu subhanahu wa taala. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ja'ala Allahu al-hasanata bi 'ashri amthaliha, fa shahrun bi 'ashrati ashhur, wa siyamu 6 ayamin ba'da al-fitr tamamu as-sana." Allahu subhanahu wa taala ka bërë mirësinë me 10 fish. Për një vepër të cilën ti e bën, Allahu subhanahu wa taala është problem për atë vepër me 10 probleme tjera. Një muaj Ramazan vlen sa 10 muaj tjerë. 6 ditë tjera të Shevalit vlen sa 6 ditë tjera dhe kështu plotësohet viti të cilin Allahu subhanahu wa taala ka krijuar për neve.
festë të tjera të cilat mbeten ato janë dy festat e Bajramit. Pse pikërisht 6 ditë të Shevalit? Pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith tjetër se në sama Ramazan, kush e ka agjëruar Ramazanin. Pastaj që Ramazan e pasën edhe në 6 ditë tjera prej Shevalit, këtina i llogaritet sikurse e ka agjëruar tër vitin. Pe gjërave kryesore, pe pikave kryesore sepse na duhet edhe me agjëru, edhe me vazhdu me adhuru Allahu subhanahu wa taala, edhe në Sheval, edhe me agjëru që këto 6 ditë, siç na ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është e para është mirënjohja. E para është me qenë mirënjohës ndaj mirësive të Allahu subhanahu wa taala. Agjërimi i Shevalit është shukr, është falënderim. Është falënderim i Allahut për suksesin të cilin na dha neve Allahu në Ramazan. Me ditën mirësinë e Allahu subhanahu wa taala që e kemi arrit në Ramazanin, e kemi agjëruar Ramazanin, edhe dashur Allahu me mëshirën e tij na me dal të falë për këtë Ramazan. E dyta është arrimimi i mangësive. Çdo njeri prej neve adhurimet të cilat i bojna, i lujna të mangëta ato. Namazin të cilin e falim ndoshta nuk jemi shumë përkushtuar. Abdesin të cilin e marrim ndoshta nuk e marrim ashtu siç duhet. Sadakën të cilin e japim nuk e japim siç ne ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ne dhom me djathtë dhe mos me pa e marrën. Në secilin vepër tonë ne kemi edhe mangësitë e tona. Edhe i bëjmë mangësitë për atë peshkaqe sepse na thonë 3 herë estagfirullah. Mas çdo namazi është që Allahu më na fal për mangësitë të cilat ne kemi gjatë namazit. Agjërimi 6 ditë të Shevalit është arrimimi i mangësive të cilat ne kemi pasur në Ramazan. Namazet vullnetare i riparojnë mungesat të cilat ne i bëjmë gjatë farzit. Edhe agjërimi i 6 ditëve të Shevalit me lenin Allahu i riparon të gjitha mungesat, mangësitë të cilat ne kemi gjatë muajit të Ramazanit. Sufjan al-Thauri, një prej dietarëve të njohur prej selefit, e kishte pa një person që ishte shumë i zellshëm, edhe ishte shumë mundin e vet gjatë muajit të Ramazanit duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala. Momenti që kalon Ramazani edhe vjen Shevali, e sheh këto duke bu gjëra të tjera, duke bërë gjëra këto, duke bu hajgare me ato me adhurimet të cilat i ka bue, edhe pastaj shkon i thotë: "O ti, nëse ai i cili të ka krijuar ty në Ramazan ka vdek, atëherë mas Ramazanit ti veprosh çka dush. Por nëse ai i cili të ka krijuar ty në Ramazan, edhe të shef ty në Ramazan, edhe të shef edhe mujt e tjerë, dije se ajo është i gjallë. Dije se ajo është i gjallë. Ai i cili e ka adhuruar Ramazanin dhe ta dinë se Ramazani ka kaluar. Ai i cili e adhuron Zotin e Ramazanit, edhe Zotin e këtë muajve të tjerë, dije se Allahu subhanahu wa taala është i gjallë. Andaj themi jo se vëllezër na nuk jena besimtarë se zënë. Na nuk jena adhurues të Allahu subhanahu me kontrata mujore. Ne kemi kontrata vetëm për Ramazan me adhuru Allahun, edhe kalon Ramazani mbaron kontrata, mo nuk e dinë deri në xhamiës. Ose ne jemi robër të atina el hayyul qayyum, i cili është i gjalli, edhe ky është mbikëqyrës për çdo gjë. Andaj rikthimi mas Ramazanit është të mëkon besimtari edhe më i fuqishëm në adhurimin e Allahut subhanahu wa taala. Allahu na paralelon dhe në Kur'an në shembull të qartë. Ku thotë: "Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha." Edhe mos të bëni si shembull i asaj gruas e cila e shturte prodën e vet masi që e kishte kep ata. Imagjinoni një grua e cila tan ditën punon punëdore, edhe i harxhon edhe sytë e vet duke i bërë këto punë të dorës, edhe në akşam me marr edhe me prej ato dhe me bëhet copa. A është e logjikshme kjo? Nuk është e logjikshme. E njëjta është me besimtarin i cili në Ramazan e jep mundin e vet duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, namazin e tarawih, namazin e natës, duke fal namazin me xhamat, duke agjëruar Ramazanin, edhe pastaj pas Ramazanit të kthehet te gjërat e kota, të kthehet te muzika, të kthehet te alkooli, të kthehet te këtë vepra që të ndaluara Allahu na ruaj prej tyre. Është e njëjta sikur se ti kështjellën shtëpinë të cilën e ke marruar me dukë të tua në Ramazan, mas Ramazanit me nisën ti edhe me e prishë të burr me burr. E ke ndërtuar imanin tënd, e ke ndërtuar besimin tënd, e ke ndërtuar lidhjen tënde me Allah subhanahu wa taala, edhe mas Ramazanit ti do vazhduar dhe me shkatruar këtë lidhje të Allahut, a është e logjikshme kjo? Dije se Allah subhanahu wa taala është ai i cili e ka krijuar Ramazanin dhe ka krijuar tikmut e tjerë. Dije se Allah subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar gjithë neve këtu. Dije se Allah subhanahu wa taala është ai i cili na ka dhënë neve çdo mirësi. Edhe prandaj meriton të adhurohet gjatë gjithë jetës tonë. Thotë Allahu në Kur'an, edhe nëse dëshironi ju me i njeh mirësitë e Allahut subhanahu me i numëruar në mirësitë e Allahut, nuk keni më shumë me i numëruar ato. Ibn Kathiri
Në komentimin e këtij ajeti thotë se përveç se nuk mundesh ti me i numëruar mirësitë e Allahut subhanahu wa taala, as nuk mundesh me falendëruar Allahun për gjithë ato. Ndaj mjafton për neve me thonë vetëm elhamdulillahi rabbil alamin, falëndrimi tek Allahu, Zoti të gjitha botrave. Si me e ditë na që mas Ramazanit Allahu subhanahu wa taala e ka pranuar agjërimin tonë dhe i ka pranuar këtë veprat tona. Shehja e pranimit thotë që namazi i sabahut mas Ramazanit në tavën prap ty e i lehtë për muçu pe xhumin. Ne i thëmë se ke vazhdu muçu pe xhumin në sëfër për me humbur sëfër, edhe mas Ramazanit ti me pasë ndjenjen e njëj, edhe pas xhumin e lehtë për muçu namazin e sabahut edhe me prezantuar me xhamat. Tjetra, nëse syri jot prap vazhdon me lutue, edhe zemra jote me pasën prap të njëjtën ndjenjë kur e dëgjon fjalën e Allahut subhanallahu kur e dëgjon Kur'anin, njëjtë sipërse e ke pasur ndjenjën e namazit të taravive. Edhe tjetra është nëse ke filluar pas Ramazanit prap me i falën njerëz. Ramazani është muaj i faljes. Ramazani është muaj i bekimeve të mëdha. Ramazani ka qenë muaj i mirësive të mëdha ku një prej shkaqeve kryesore, por një prej adhurimeve kryesore është falja mes njëri tjetrit. Prandaj për duave kryesore të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e këshilloi Aisha radhiyallahu anha dhe gjithë ummetin tha kur ta lutesh Allahun në Ramazan thuaj Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Wallah ti e falës bujor. Edhe e don faljen andaj na falni. Falja më e mirë është kur e kanë besimtarët mes njëri tjetrit. Falja më e mirë është kur besimtarët kanë mëshirë mes njëri tjetrit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin tjetër se nuk e ka mëshiru Allahu ato toka i cili nuk ka mëshirë mes njerëzve. Bëj mëshirshëm me gjithë vëllezërit tu. Nëse e ke kuptuar emrin e fjalës afu është falja, emri i Allahut, falësi që e shtyp komplet veprat rrugë për legjizit. El Ghafur edhe afu në shqip i bjen të dyja falje. Porse El Ghafur është për një mëkat të cilin ti e ke bëhe, edhe Allahu mos në të morë llogari për to, porse prap ajo jetë në legjizin e veprave tua. El afu është emri i Allahut falësi, kur ti e lut Allahun subhanallahu teala me ta falë një mëkat tondin, në veprat të cilën ti e ke bëhe, por edhe me shtyp komplet për legjizave tua. Andaj vazhdo edhe praktikoj këto. Dyert e xhenetit kanë qenë hapur në Ramazan, porse prap ato janë të hapura për çdo njonin i cili kthehet Allahu subhanahu teala. Allahu thotë në hadithin kutsi o bi Ademit, por derisa ti më lutesh mua dhe shpreson tek unë kam të falur tyje për gjitha mëkatet të cilat i ke bëti, pavarësisht sa janë ato. Pavarësisht sa janë ato, thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tubi ila Allah. Ktheu te Allahu subhanahu teala. Walau adnabta alf marra. Edhe nëse ke mëkatuar 1000 herë. Edhe nëse ke gabuar një prap ktheu te Allahu subhanahu teala. Allahu është gjithëfaqësi më i madh. Andaj letëzotohemi në mas Ramazanit se nuk kena me praktik asnjëherë xhamien. Letëzotohemi edhe mas Ramazanit në Shevval se kena në qepër atyre që kena me adhuru prap Allahu subhanahu teala. Letëzotohemi te Allahu se kena me agjeru edhe këto 6 ditë të Shevvalit. Nuk do të thotë që 6 ditët e Shevvalit ti agjerosh një mas një e këta. Muaji Shevvali ka 29 apo 30 ditë. Me styre 30 ditëve të Shevvalit mundesh me agjerue kur do që ti je gati edhe një vit të përgatitur për me agjerue të dita. Mundesh një ditë në javë, 2 ditë tjera herën tjetër, 2 ditë tjera javën tjetër, derisa ti kompletoj 6 ditë brenda muajit. Ne lutim Allahun subhanahu teala që me i bëj zemrat tona të palohashme me fenë e tina. Ne lutim Allahun subhanahu që na bëj për atyre të cilët veprën e tyre prap e pasojnë të mira. E lutim Allahun subhanahu që Ramazanin me pranu prej neve edhe me na mësuar me arritë edhe shumë Ramazane të tjerë. Aqulu ma tasma'una wa ana khalfa wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafur.